E të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Paqja me juve. E me shpirtin tënd. Vëllezër e motra, sot e njën vetën shumë të nderuar me mysafirë të shtrenjtë që kanë ardhur me bën vizitë në kishës tonë. Sparet me celebrantin kryesor të kësaj meshe, shkëlqësinë e tij i Zot do të Gjergjin i peshqve në Kosovës, Papas Antonio Belushi, Don Albert Jakaj, Patër Mikel Plumaj, Don Nue Gjergji, Don Frankola. Gjithashtu, vizita jashtëzakonshme dhe shumë nderuese të lartësisë së tij Princ Lekës së dytë, me të fejuren e tij Elia Zaharia, Merita Bajraktari, McCormick, e gjithë mysafirëve tjerë të japim pra një do trokitje në shajmë së ardhe, mirë se vini. Vëllezër dhe motra, në fillim të kremtimit solem të kësaj meshe të dielës së katërt të ringjalljes së Zotit tonë Jezu Krishtit, ne si gjithmonë, para se të fillojmë çdo kremtim, po dhe çdo punë, ndihemi se jemi njerëz dhe kemi nevojë për ndihmën dhe mbështetjen e Zotit, e sidomos për mëshirën dhe shfaqësimin që ai na jep nëpërmjet Zotit tonë Jezu Krishtit. Këndej me gjithë zemër, kërkojmë falje për fajet, lëshimet, gabimet, po dhe mëkatet tona. Po i rfehem, ju të gjithë kushtetshëm, Dhe ju o vllazën e motra, se kam katënuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim, prandaj po i porositëm se lumës Mari gjithmonë Virgjët, të gjithë engjëjve, dhe juve o vëllezër, që të luteni për mua Zotit hyj tonë. Hyj i gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne. Ne i falë të mëkatet tona dhe na përcjell drejt jetës së pasosur. Amen. Lavdi hyjët lartësi qiellëve, E faqë njerëzve, vullnet mirë mbi tokë, ne po të levdojmë, po të bekojmë, po të adhurojmë, po të madhërojmë, po të falenderojmë për lavdin tënde të pakufi. Zot hyj mbret qiellor, hyj atë i gjithë pushtetshëm, Zot birri i lindur Jezu Krisht, Zot hyj që në gjihët, biri atit, ti që shlirë mëkatet e botës,
ki mëshirë për ne, ti që shlyen mëkatet e botës, pranoje lutjen tonë, ti që rrin të djatën e atit, ki mëshirë për ne, sepse ti vetëm je shenjti, ti vetëm që Zoti, ti vetëm që ti larti, o Jezu Krisht, së bashku me shpirtin shenjt, në lumturinë e hyrtat. Amen. Të lutemi, o hyj që të poshteshëm dhe jam shuar në pri drejt lumturisë e parizi, bëj që të gjithë ne të cilat i jemi, dëbejt e tu dhe grigjës gjedhur prej teje, në përmjet mësimit e bariot e mirë të arrim vetore në amshueshme, në për Zotin ton Jezu Krishtin e birin të, i cili është hy, e me ty e me shpirtin shenjt, jeton e mbretëron për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Pjetri plot me shpirtin shenjt tha: kryetarët e popullit dhe pleq, pasi ju sot po na merrni në përgjegjësi për një vepër të mirë që ja bëmni të smuri, e po na pyesni se ky njeri si u shërua, le të di se cili prej jush dhe mbar populli i Izraelit. Ky njeri qëndron para jush shëndosh në sajet e emrit të Jezu Krishtit Nazarenas, që ju e kryqëzuat, por që hyve në gjalli prej se vdekuri. Jezusi është guri që ju ndërtues e qitet jashtë përdorimit, por që u ban guri kendit, e vetëm në për te fitohet shëlbimi, sepse për të vërtet, s'ka as një person tjetër në këtë kupë qilit që hy u adha njerëzve me onë të cilit do të mund të shëlbohemi. Kjo fjala e Zotit. Kthesa e psalmit është: guri i qitur jashtë përdorimit u bë guri kendit. Guri i qitur jashtë përdorimit u bë gur këndet. Lëvdojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e përjetshme o dashuria e tij. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në princa. Guri i qitur jashtë përdorimit u bën guri i këndit. Do të falenderoj sepse me ke veshtruar dhe u bërë shpëtimtari im. Guri që e qiten jashtë përdorimin ndërtuesit, erdhi u bën gur kendi. Zoti e bërë këtë gjë, sa mrekulli për sytë tanë. Guri i qitur jashtë përdorimit erdhi u bën gur kendi. Beku e qofta që vjen emën Zotit, po ju bekojnë nga shtëpia e Zotit. Ti e hyvi im, ty të falenderoj. Ti e hyvi im, unë të madhroj. Lavdrojeni Zotin, sepse është i mirë, sepse e përjetshme është dashuria e tij. Guri që qiten jashtë përdorimit u bë guri këndet. Lexim prej letrës së parë të Shën Gjonit Apostull. Fort të dashur, shikoni që dashuri të madhe në dhuroi Ati. Sa që quhemi bijtë e hyjt, edhe jemi. Bota nuk na njeh, sepse nuk e njeh Atë. Të dashur, tani jemi fëmijë e hyjt, por çka do të jemi, ende nuk është zbulua. Ka çdim, kur të shfaqet, do të bëhemi në të gjashëm me ta, sepse do të shohim ashtu siç është. Fjala e Zotit. Falenderojmë Hyun. Ishtim i vdekin nga njerë,
Unë gjallë me lumni, kur mi borë si djel këllqeu. Alleluja, alleluja, Unë jam bariu i mirë, thot Zoti, i njoh delet e mia dhe ata më njohin mua. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë simbas Gjoni. Loni qoftë o Zot. Në atë kohë Jezus i tha, unë jam bariu i mirë e pjetën e vetë për dele. Rroktari që s'është bari të cilit nuk i përkasin dhend, kur shese po vjen ujku, le dhend e ikën, e ujku i rëmben dhe i shpërndan, është rroktar dhe s'është në kujdes për dhend. Unë jam bariu i mirë, i njoh të mijat dhe ato me njohin mua. Sikur se ati me njeh mua dhe unë e njoh atin dhe jetën e jap për dele. Kom edhe tjera dele që nuk janë të kësaj vathe, edhe ato me duhet i bashkoj dhe do të ndëgjojnë zërin tim. Do të bëhet një grigje vetme e një bari i vetëm. Prandaj edhe me do ati sepse e jap jetën time që të marrë përsëri. Askush nuk mund të ma merë, por unë e jap prej vetes. Kam pushtet të jap jetën e kam pushtet të kthej prap atë. Këtë urdhër e mora prej ati tim. Fjala e Zotit. Kjo është lëvdu Krishti. I dashtën vlla Don Pjetër, familjitar e kësaj bashkësie të krishterë këtu në New York, të dashtën vëllezër meshtar, të tjerë që jeni këtu zbashku me mua nga gjitha trojet pothuajse të tokave shqiptare, është kënaqësi e veçantë për të quajtur meshën zbashku me juve këtu në literin e Zotit tonë Jezu Krishtit, e në kishën e Zojës e Shkodrës, festën në të cilës pak më parë kemi festuar, që është pajtoria e gjithë popullit shqiptar. Të dashtun mysafir, miq dhe dashamir, e nderuara familja e mbretit dhe gjithë ju vëllezër dhe motra në Krishtin, ju përqafoj me gjithë zemër në këtë rast të vizitës sime të 100 vjetorit të festimit të 100 vjetorit të Vatrës, votër kjo, si që kom thanë ndje, e cila i kam ledhën gjithë shqiptarët pa dalim feje, pa dalim krahine, pa dalim të menduarit në një zemër dhe në një të menduar të përbashkët, për të mbështetën kombin tonë që të dalë nga errësira e së kaluarës dhe për të përkrahur lirinë
të cilën tani po e gëzojmë në të gjitha vendet tona, edhe pse jo ndoshta në plotësi, në tërësi, por në shumicën e kombit ton ne sot jetojmë në liri dhe në paqe. Po ashtu, kënaqem sot që mund t'ju përqafoj juve besimtarët e kësaj famullie. Pas 2 viteve kur ju ishit në festimin e 100 vjetorit të lindjes së nanës Tereze në katedralen ton, alat pa përfunduar, por veç të ndërtuar në kryeqytetin e Prishtinës. Dëshiroj me gjithë zemër, të gjithë juve, të ju falenderoj për kontributin të cilën keni dhënën, sepse siç e dini, kontributi juaj ka qenë në kontribut më i madh nga gjithë kontributet e tjera, edhe pse siç keni pa në kremtimin e 100 vjetorit të nanës Tereze, kemi pasën gjithë emigracionin që kanë ndihmu dhe kanë mbështetën atë vepër të madhe për gjithë neve, kur ne kemi dashur dhe duami të ndërtojmë një kishë, shkollë shpirtënore për dashuri, aty ku të gjithë shqiptarët do të mund të shijojnë gëzimin e dashurisë në zemrat e tyre dhe do të dinë të mësojnë nga shembulli i nanës Tereze se si një zemër e cila din të flijohet dhe të dhurohet është e aftë pa pas asgjë të vetë në shërbim të gjithëve, të vetë në shërbim të mirëve, të gëzoj ata të pikëlluar që kanë nevojë për një fjalë të mirë, po edhe për një shikim sy, ashtu një shikim dashurie dhe një buzëqeshje njerëzore. Këtu në këtë kishë katedrale, gjithë ju, e keni përjetuar se si në vërtet dashuria e gjithë shqiptarëve ishte bashkuar aty. Pra ne o vlezër dhe mbotra fort të dashtëm. Edhe një herë dëshiroj me gjithë zemër të falenderoj juve, Don Pietrin, edhe shumë të tjerë që në kanë ndihmuar, në kanë mbështetën dhe e kemi prunë punën deri në atë situatë ku ne veç tani jemi duke rregulluar edhe rregullimin e brendshëm. Ndoshta siç më tha dikush, ti nuk këtu në New York ka shkollajt ju thoj falënderës ka të madhe, por në katedralën e Prishtinës nuk e patë këtë zotësi me thonë dy në burrave falënderit, por aty ishin gjithë. Këndej unë mendova që më mirë është nëpërmjet buzëve të argjipeshëve të Tiranës, ish famullitarët e juaj, po edhe sikur kryetari konferencës i Bezhnore, jo vetëm në emër të kishës e Kosovës, por në emër të kishës së Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve, t'ju thuhet juve me gojën e prezidentit një faleminderit të madhe nga gjithë zemra. Edhe një herë unë mendoj që zemërgjarësia juaj do të vëlloset dhe do të shkruhet në themele, në mure dhe në komunarën e katedrales, kur do të binë komond, do të tingëlloj një zan nga New Yorku, nga kjo kishë, por jo vetëm këto, sepse të gjithë shqiptarët tjerë, besoj se edhe Detroiti, edhe ata të tjerët të cilët janë në vendet e ndryshme të botës, do të na mbështesin që ta përfundojmë sa më shpejt, mënyrë që vitin e ardhshëm, kur ne po përgatitemi të festojmë 1700 vjetorin e ediktit të Milanos, atëherë kur të krishterët dhe kisha ishte e përgjakun nga perëndoria e romakëve, atje kur gjitha kisha tona dhe oborret e kishave ishin mush me vorre të martirëve, atëherë një burr nga troje tona, por në perëndorin Romës i dha lirit krishterëve, duke mirënjohur sakrificën dhe vujtjen e tyre dhe u dorëzue përpara dëshmisë se jetës së krishterëve me dashuri, me duresë dhe me paqe. Këndej, kjo datë shumë e rëndësishme për gjithë kishën mbar, por e veçantë është për neve shqiptarëve, sepse ne e fituam lirinë atëherë. Ne ishim besimtarë të asaj kohe, ne ishim kisha asaj kohe që vunim, ne e kishim edhe një birë të trojeve tona, Konstantinin e Madh,
i cili si i lirë dhe gjak i liri e kupton të se duhet të jipet të krishterëve liria dhe mund të shpallin këtë fej paqe dhe dashurie pa qenë të përzekutuar dhe pa qenë të përbuzur. Jemi në kohën e pashkve, në këtë kohë gëzimi dhe shprejse për ne të krishterët, sepse ne kemi një gëzim të madh që Zoti e ka vënë në zemër në ngjalljen e Jezu Krishtit. E ai gëzim është, ne nuk do të vdesim. Po edhe nëse do të vdesim, ne do jetojmë, sepse jemi të bijtë e Zotit të jetës. Ne nuk jemi të bijtë e Zotit të vdekjes. Këndeshën Pali në letrën e tij, sot të gjithë neve na forcon në këtë fe. Ne do të vlezër ka qdim, ne do të bëhemi dëbit e hyjët, dhe do të jemi dëbit e hyjët e gjallë. Ai do të na ngjallë neve dhe do të na jep jetën e pasosën. Ashtu, sikur e ka ngjallën dëbirën e vet Jezu Krishtin. Këndaj shpesh herë tham, neve nuk na mjafton bota, nuk na mjafton Shqipnia, nuk na mjafton as Amerika, nuk na mjafton tërë botën me na i dhënë. Ne kemi synim qiellin dhe kemi pasurinë më të madhe që presmi, të jemi të bijtë e Zotit dhe të jetojmë për amshim në mbretërinë e hyjëtat. Sot, Krishti në Ungjil në mëson se ai është bariu i mirë, që kujdeset për grigjën e vetë, duke e quajtur gjithë pagëzumit grigjë e bariu të mirë. Sepse thot bariu i mirë, ai kujdeset për grigjën e vetë. Ata e njohin zonin e tij, po edhe bariu e njeh nevojat e grigjës. Sepse nëse nuk je pronar, nuk je bari, atëherë, sidomos kur vije rreziku, gjithë shpërndahet, bariu ik, grigja shpërndahet. Krishti duke e marrën këtë shëmbëltyr të bariut dhe grigjës, dëshiron të thot kishës vetë, unë jam me ju, do të kujdesem për ju. E falenderojmë me gjithë zemër që në vërtet është kujdesën dhe vazhdon të kujdesë dhe na man neve gjithëve të bashkum në fe dhe në dashuri, në shpresë dhe në gëzim, dhe na mundson që të përkrahemi njëri tjetrin për të përballuar këto vujtje të botës dhe vujtje të cilat i kemi te kaluar dhash Zoti që nuk do të përsëritemi edhe historike të kombit tonë. Nëse kthehemi pastaj të vepra e apostujve, atëherë kemi dëgjuar në veprën e apostujve se si i kishin vënë apostujt përpara përgjegjësisë, pse kishin bërë një vepër të mirë duke shëruar një të smutë. Në emër të kujt ju i bëni këto? Dhe Shën Pjetri, i cili një herë si frikacak thonte nuk e njoh, ai pasi u frymëzua me shpirtin zhenjtë dhe u forcua prej tij, ai mori guximin për të thënë: ne këtë bëjmë në emrin të Zotit tonë Jezu Krishtit, të cilën ju e vrat dhe kryqëzuat, për është ngjallën dhe jo vetëm që është ngjallën, por të gjithë neve na ka dhënë forcën për të shpallën dashurinë dhe për të qenë në shërbim të njeriut dhe të mirës. Vëllezër dhe motra fort të dashur, edhe kisha jonë në popullin shqiptar, shpesher është vue përpara krye pleqve, përpara mbretërve, përpara përëndorve, përpara sultanëve, përpara të gjithë pushtetarëve të botës që kanë kalue në përshpinë të popullit tonë. Në emër të kujt ju rrini të bashkuar? Në emër të kujt ju bëni këto vepra dhe jeni kaq qëndrueshëm dhe të pathyeshëm? Në emër të kujt ju vazhdoni
të ruani dashurinë e madhe për njëri tjetrin. E sigurisht që kisha jonë nuk ka pas tjetër përgjigje përveç se atë të Shën Pjetrit. Në emrin të Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na ka bashkuar të gjithëve në pagzim, i cili na ka bashkuar të gjithëve në Shpirtin Shenjtë, i cili nëpërmjet pagzimit dhe Shpirtit Shenjtë na ka dhënë nxëtësinë të duami të afërmin si vetveten, pa këshyr çfarë fe ka, pa këshyrën çfarë xhepi ka, pa këshyrën çfarë ngjyrë lkure ka, dhe pa këshyrën se çfarë do bie prej ti kam. Krishti na ka mësuar të gjithë neve të duami të afërmin me gjithë zemër, sepse është biri i Zotit, sepse është krijesë e Tij, sepse kemi përgjegjësi për secilin prej nesh. Krishti, mësuesi më i mirë i gjitha kohërave, ai neve na ka mësuar që të vehemi në shërbim të njeriut, të familjes dhe të kombit. Këndej jemi taft për të marrën sakrificën historike, ashtu sigur kanë qenë të aftë në kohën e romakëve ilirët tanë të marrin përgjegjësinë e tyre historike për të shkuar në vdekje duke kënuar aleluja, sepse Krishti është Zot dhe vdekja nuk është ajo që na përfundon neve për gjithmonë. Vdekja është vetëm një moment i errët kur ne dalimi me dritën e Krishtit për të pa matan jetën e pasosëm. Sigurisht që kemi ditën të vehejme dhe të japim i përgjigje edhe për Perëndorisë otomane gjatë 500 shekujve. Ne jemi të qëndrueshëm dhe duami kombin, e duami gjuhën, e duami gjakun, e duami njeriun, e duami sepse e kemi Zotin e dashurisë në zemër dhe jemi të gatshëm edhe në për shkrejpe, edhe në për bjeshk, edhe në për male, të mbajmë të ndezun mençurin, diturin, shkrim, leximin, po edhe të gjithë pasurin shpirtërore dhe kulturore të kombit tonë. Ne pashtu kemi ditë dhe do kemi ditë i përgjigjemi komunizmit, një shërenim i së keqes mbi kishën, dhe këtu sigurisht plotësohet në tërësi ai premtim i Krishtit. Unë jam bariu i mirë. Prandaj bariu i mirë nuk e lën grigjën. E jem dëshmitar se sa me shtar, fretën, i pezhvi, janë dalë për para pushkatimit, pa ju tremë syni, pa ju dridh zemra, duke thanën, rënovt Krishti mret, rënovt Shqipnia, sepse kanë vdekën për ta mbajtur gjallë grigjën. Kanë dhënë jetën e tyre si dëshmi që neve besimtarët e atëhershëm të mos dëshpërohemi dhe se avlen të vazhdojmë të besojmë. Këndej edhe jemi këtu sot, fal sakrificës dhe dëshmisë që kanë dhënën të gjithë të partan në të kaluarën. E tani çfarë na mbetet? Na mbetet që të kthehemi edhe një herë të premtimit të porosia e Shën Palët. Tani ne du të marrëmi përgjegjësitë për t'ju përgjigjën kohës e sotme. Sigurisht që ne të gjithë jemi shqiptarë dhe të gjithë si shqiptare kemi një gjak, një trung dhe nga i trung kisha nuk don, as ka dashën kur të ndahet. As nuk ka lejuar që as nuk ka dashën që dikush nga kjo familje e madhe e kombit të ndahet. Por kisha fton të bite vetë sot që të jenë të krishterë të devotshëm, mënyrë që dashuria e Krishtit, shembulli i mirë i dashurisë e Nënës Tereze, po edhe i këtyne martirëve dhe burrave dhe grave të historisë dhe të gjithë popullit tonë, sot duhet i krishterit të rrezatoj dashuri. Aq shumë dashuri, sa që të gjithë njerëzit me të cilët jeton, përpiqet dhe i takon të mund të ndjejnë atë. Familja e krishterë duhet të jetë familje
e cila do të ketë atë shumë dashuri mbrana saj që gjithë antarët të njihen të mirë, të kenë gëzim dhe të kenë lumturi, sepse lumturia më e madhe që njeriu mund ta ketë është ai gëzim jete kur njihesh mirë të shtëpia, me fëmijë, me nanë, me papë, me burr dhe me gru. Kur e myll derën dhe gjithë bota mund të jetë ndryshe, por ti, mbrana shtëpisë tënde, rrezaton dashuri, paqe, gëzim dhe vazhdon të jesh dëshmitar i mirë kudo që e ke shpinë. E kështu, duke qenën të mirë, duke qenë të ndershëm, duke qenën ata të cilët do të rrezatojnë dashuri dhe paqe, sigurisht do të japim kontributin e ri për kombin. Atëherë do të jemi kontribut për këtë kohë të re. Do të jemi kontribut për bashkimin në dashuri të gjithë shqiptarëve dhe për të synuar atë synin përbashkët që në të ardhmen të mund ta kemi një jetë më të mirë dhe të mund të jemi më të bashkuar në të njëjtën dashuri. Në fund, lutem për ju. Lutem Zojës Bekume, nanës e Këshillit e mirë, për gjithë familjet juaja, për gjithë kombin tonë. Lutem për gjithë njerëzit që kanë nevojë, në mënyrë që në të vërtetë ne të ndihemi të fortë dhe të sigurt në ecjen tonë drejt jetës, asaj jete që Krishti na ka premtuar. Amen. Soj në një hyjtë e vetëm. Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit dhe tokës, gjitha sendet që shihen që nuk shihen, dhe unë Zot të vetëm Jezu Krishtin, Vetë vetëm i mbi një hyjtë, të lindur prej atit para të qëfshe. Hyjtë prej hyjtë, hyjtë prej dritës, hyjtë vetë prej hyjtë vërtet, të lindur hyjtë të krijuar, në natën, në përmjetët që të krijuar të gjitha sendet, aq për në njerëzit, dhe për shpërtimin tonë zbriti prej qiellit, e u mbështrua për vërtet të shpirtit shenjtë, në kërëndorin e vitës Mari, e u banë njeri, dhe u kryqëzuar në në Poncin Pilat, soj dhe babas, dhe u gjatë të eksplotit si ma shkrimeve, e unë ngrit në qiell, në rinë të atë në atit, dhe përsëri do të vi me largi, për të gjykuar të qatë dhe vekër, e me mbretëria e tij për deri marrën, edhe në një kishë të shenë, që Zotë e belës, që vjetë e atë dhe e viri, dhe që bashkë me atin e me birin, adhorohet e lavdorohet, që folin Limani në profetve, edhe në një kishë të vetme, shenjtë, katolike dhe apostolike, dhe shmo një palësim të vetëm, por valin e mëkateve, rezidat dhe vekëve, dhe jetën e pastorsur. Amen. Vlezër dhe motra, në këtë gëzim të madh që na sjellën Pashkët, të lutemi me fe të gjallë hyjut i cili dëgjon lutjen e birit të vet, që të shikojmë me mirësi dhe me dashuri mbi ne, duke na ardhur në ndihmë, kurse lutjen e kishës e mbështetemi me brorit e të përbashkët, duke thënë dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për barit e shpirtnave tanë, që din të udheqin ngrigjen që ua besoj barivi mirë të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për mbar botën, që ta gëzoj paqen e vërtet, të dhuruar prej Krishtit të ngjallur, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për kombin ton shqiptar kudo që ndodhet në botë, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për ata që i vujnë, që piklimi i tyre të shndrohet në gëzim, të cilin askush s'mund t'ua merr, të lutemi. Dëgjoj o Zot lutjen tonë. Për ne këtu të pranishëm, për mbar familjen tonë,
për princin ton Leken, që me gatishmëritë e madhe të dëshmojmë ngjalljen e Krishtit, të lutemi. Për të vdekurit tanë, që mirësia jote t'i pranojnë amshimin tanë, të lutemi. Prano po të lutemi o Zot hyj i gjithë pushtetshëm uratët të kësaj bashkësie dhe bën që ato me ndërmjetësinë në anës sate zojës e këshillit mirë të ndëpranishme për aftyrë sate në për Krishtin Zotin tonë. Amen.
juftoj që të lutin jo vlezër dhe motra. Mënyrë që kjo mes e jemja dhe juja të dalë pëlqyshme para atë të ju të gjithë pushtetshëm. Zot je prandof frim pe durve tua, a je darë për lavë dhe luturit e me të ti, sjellë për dobit tonë të marë kishës i të shenjë. Po të lutemi o Zot, që gjithmonë të falenderojmë me anë të mistereve të pashve, ato vazhdimisht në avdhashin e veprën e shëlbimi dhe jetën e pasosën të bariu të mirë, në për Krishtin e Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. Ti lartësohoj me zemra, të falënderoj me Zotin hyun tonë. Kënime në shpunet e dhe drejt, është detyre jona dhe burim e shëllbimi, të lavdrojmë ty o Zotë në çdo kohë, por sidomos të madhrojmë me kremtori në këtë kohë, kur u fliu a Krishti që hëngji pashkëve. Dhe nimen ky është qëngji i vërtet, që ishlyhën me katë, që duke vdekur e shkatërrohi i vdekjen tonë, e duke unë gjallun nga të vdekuri, në dhuroj jetën e pasosur. Dhe prandaj, mbar bota mbi rrethin e tokës po galdon, me haren fatlume të pashkëve. Por edhe fuqit e përme dhe pushtetet e ngjëllore, e këndojnë himnin e lavdisatë, duke thënë pa pushuar. Me të vërtet, je shejt o Zot dhe burimi çdo shejtërije. Ty prapë të lutemi, qëndroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënë që të bëhen për ne, korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, tu falëndërua, e theu u adhan zansëve të vetë dhe tha: merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Pashtu, pas u krye darka, mori edhe kelkun, përsërit u falëndërua, u adhan nxënësve të vetë dhe tha: merrni e pini të gjithë prej këtij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do derdhet për ju e për të gjithë njerëzit në shpërblim të mëkateve.
Vëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fejsë. Kënë tënde, o Zot, shpallin gjallin tënde dhe presim ardhin tënde me lumturi. Duke kremtuar për kujtimin e vdekjes dhe të ngjalljes së birit tënd, po ta kushtojmë, o Zot, bukën e jetës dhe kelkun e shëlbimit, e po të falim nderit që na lejove të qëndrojmë pranë Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtri që Shpirti i Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun në Krisht. Le të bie në mend, o Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sosën dashuri bashkë me papën ton Benediktin e 16, me i peshkvejt ton Timoteun dhe Dodën dhe me mbarë me shtarinë. Le të bie në mend edhe për vllazën ton dhe motra tona të vdekun, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes. Edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëmi pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Virgjën nënën e Zotit, me shenjtrit apostuj e me të gjithë shenjtrit që gjithherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë poshteqëm, në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qosh do ndërrime lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. E tani një menje dhe një zemre, thojmi gjithë zbashku, ashtu si që në kam mësue Zotë jonë Jezu Krisht, për të lutun, aty yn, që nuk jofte e më jetë, atë në mbret një jote, u babon lejsa jote, se në qelë ashtu në to, bukën tonë të përdiqme, nëj në neve sot, një nëj me i fajtë më kate tona, si njëm na fajtor tanë, e mos në lërë të bëndë, po në lërën prej gjithë keq. Në liro, po të lutemi o Zot prej gjitha të këshijave, dhe për mirësin tënde në e pache në ditët tona. E në sajtë mëshire sate do të liromi për gjithmonë prej mkatit, e do të jem të sigur për çdo trubullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbusit tonë Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostëve tu, po e le paqen, po e ja paqen time. E ne po të lutemi, mos i shikjom kate tonë, por fejnë e kishës sate. Jepi asaj se pazullnesës sate, paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqe e Zotit qofë për herë me juve. Japim i tani, mas pare, famulletare të paqe me të ju. E gjithë tjerëve. Facciamo di frata i Facciamo di là. Facciamo di. Facciamo di, diamo spes.
që qenë gjëhyut. Ja i që shlirë mëkatet e botës, të lumë të ata, cilët janë të grishur në tryezën e qenqit. O Zotë, në grumë, o të e vetën një fjallë dhe shpirtin një të shërojët. Korpi Krishtit. Korpi Krishtit. Amen. Korpi Krishtit. Korpi Krishtit. Korpi Krishtit. Korpi Krishtit. Korpi Krishtit. Amen.
Të lutemi. Ati gjithë pushtetshëm, bari plot mirësi, vigjilon mbi bijtë e tu në shpirt, që i shpërbleve me gjakun e birit tënd. Na bëj vend edhe neve në mbretërinë qiellore në për Krishtin Zotin tonë. E shulli pak ne, për para falënderimeve edhe lajmërimeve që zakonisht i bajmë në marimin e meshës, kemi një fjalë përshëndetse nga Arbëria, nga shqiptarët Arbresh, pra papas Belushi, si gjithmonë që është e i gatshëm për me përshëndet popullin e vetë. Dashuri i nderuari Episkop Doda, dashuri i nderuari vëlla Pjeter Popaj, me shtar të dashur besimtar, i nderuari princ. Falenderoj për këtë ftesë edhe këtu të shpreh me zëmer të shëndjenjë të kjo qish sot, ku kemi një bari tek Monsignor Doda. Me fjalimin e tij si një udhëheqës që na drejtson rrugën e familjave tona në këtë jetë të sotme. Bariu episkopi që erdhi këtu ka Prishtina e dashur, ka Stubla e bekuar, me martiret e saj, me gjithë token, me ka Letnica, nëna Letnica. Na ka ardhur këtu sot, të kjo ditë e shkëlqyeshme, në një moment historik, themelimi i Vatrës, që bashkoj atrat tanë, shpirtrat e tire, besimet e tire, shpresat e tire, Vatra. E bekuar ka në Zot, po, pa bekimin e Perëndis, ne nuk bëmi një hap, asgjë. Bekimi i Perëndis, që bekoj Vatrën, bekoj diellin, kjo gazet që si dielli zbukuron sot këtu të kisha jonë. Dje e sot, në jemi të futur të kjo Vatër, ku dhezen dashuria e Zotit. Me fanolin, po edhe me gjithë të tjeret. Edhe Arbresh, të cilët në fillim të këtij shekulli, 1980, di burra të njohur, të mëdhenj, Terenzio Toci, që ish vëlla i njëj prifti, Arbresh, të Katundi, Strigari, Shënkozmaj, në krakinën e Kozenzës. E ka ardhur këtu për të bashkonej diasporën shqiptare këtu, bashkë me Arbreshet, për pavarësinë e Shqipërisë. Të cilën e shpalli ki Arbresh, i futur të Vatra në 27 prillit në Gjimes, në Mirdit. Nuk di këtu sa Mirdit janë, mirditar janë ka mirdita këtu, po me bashkë me bajraktaret atje në 1911 ki Terenzio Toci ke Arbresh ka shpalur të paren pavarësinë e Shqipërinë me një qeveri e përkohshme, me një statut që kështu. Edhe njëtër, Orazio Iriani
është një gazetar, shkrimtar, ka ardhur këtu, ka bashkëpunuar me atrat e gjishtrat e ta, e shikoni. Për këtë, thëmë kështu, se ftesa e famulitarit, Don Pietrit, me bekimin e Monsignor Dodas, për këtë fjalimit, për këtë përshëndetje që jemi ju bëjnë të sot, nuk është e rastit, po. është Perëndia që na drejtoi rrugën që na soli në moshën time, jam 78 vitra, po kam pasur nderin e dua të kujtojnë këtu, pse bashkëpunova bashkë me të. Don Zefaroshin, Monsignor, I përjetshme qoftë kujtimi I tij, Zefaroshin. Kam bashkëpunuar me të në Roma, pstana kam ardhur këtu, çdo herë të kisha vjetër, të kjo kishe re, jam edhe këtu thom kështu si një vllau juaj, si një biri juaj, të kjo. Nuk shtoj me gjë, ju faleminderit. Në gjithë pra arbresh në trojet e Italisë atje, për kudo që shkon shqiptare e banë trullt vetën edhe atje 500 vjet edhe sa qartë, sa bukur e fletë Shqipën edhe sot një të trokite një shenjë falënderimin. Thank you. Lazën e motra të shti leqina tjera, sot nuk kemi vetëm falënderimi, e falënderimi Zotit që në bashkoj në këtë ditë të male, që është jo vetëm ditë e diele, por edhe që I herë dedikohet naltit Zot, por edhe që në bashkoj të gjithë me mysafirë të shtrej që I kemi këtu të pranishëm të fillu me celebrantin kryesor të kësaj meshe të Zot Dodës me meshën e bukur, me fjalët e bukura, këshillimet e tija, sikurse bari I mirë, edhe arsyeja që predikoj aq bukur për bariun e mirë, është se I del nga zemra, nga praktika e jetës atje të udhëheq atë kish në atë vend, në Kosovë, e dim historinë e popullit shqiptar në përgjithësi, por shifet pra se ajo kish është të lullzu me atë katedrale aq të bukur, aq mallshtore, që I dedikohet bijes tonë Nanës Tereze. Edhe është Zoti që të bëhet edhe kompletimi I saj katedrale sa ma shpejt. Shefet se bujaria e shqiptarit, ku avullnesa besimin në Zotin I herën, e bujaria shqiptarit nuk marojnë kurrë, dhe çdo gjë që niset në emrin e Zotit edhe kompletohet në emrin e Zotit. Për nere lavd Zotit e gjithashtu edhe shenjtëreshës së shpejt të lumturës Nanës Tereze. Dhe është Zoti që të arrit qëllimi pra me sukses. Kemi falënderim herë për mysafirët të shtrenjtë që I kemi këtu, në një mënyrë të posaçme, jo vetëm meshtarve, por dhe lartësisë së tij, Princ Lekës të dytë me të fejurin e tij Elia Zaharia, edhe është Zoti që bravo. Kemi edhe YouTube lulesh, bukur. Very good, thank you. Dhe është Zoti që edhe në martes të shpejt, mbretërore. A kësën me të vërtet dje, si kurse të kësoj dhe shkëllësësia ti një ditë e jashtëzakonshme, që jemi bashku si shqiptar prej gjitha trojeve, prej Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, ose Shqipërisë male, kufive përkatëse afër Shqipërisë, po dhe me diasporën besimeve të ndryshme, shqiptarët e gjithë jemi bashku sikurse vëllezër e motra për rreth asaj federatës pan-shqiptare, gjithë shqiptare, që themelu 100 vjet më përpara.
Aja varfër me ngrohtësinë e vetë që nuk është vetë sa një gjë simbolike, sikur se në votrat tona dikura kanë zjarë dhe gjithë njerëzit janë afru aty rreth zjarrit, por nuk ka kanë vetëm zjarri i votrës, por kanë edhe zjarri i zemrës, edhe kënaqësia e dashnia e afërsia me njëri tjetrin. Dje është dëshmuar ajo gjë. E dash Zoti që edhe të vazhdoj, sikur se vatra ka luajtur një histori, një rol në historinë e popullit tonë shqiptar që është në zanafillin e lirisë, e pavarësisë të vitit 1912, ashtu edhe gjatë këtyre dekadave që populli jonë ka vujt mrena kufive Shqipëri, sidomos kush nuk ka kaluar dhe ma përpara, por sidomos edhe prej mas pavarësisë në fashizëm, në komunizëm, sidomos, po gjithmonë është mundu sikur se ajo në varfa, sikur se vatra që i man antarët e familjes të bashkuar ashtu dhe na ka majtë edhe në diaspor këto 100 vjet. Një falënderim pra Zotit edhe vatranëve e udhëheqësit shumë kompetent, edhe që është edhe sot, e kemi edhe antarë të kishës sënë, Dr. Gjën Buçaj, pra një falënderim, një do të rokitje e gjithëve. Sikur se kemi thënë edhe javët e kalume, gjithse tështë nuk e di ka ma tiketa, se nduke se dhe sot janë 900 tiketa që janë shit, që do të bëhet sonte në Piers 60, në Chelsea Piers. Ka me qenë me të vërtet një darkë malshtore, sikur se i ka hije. Kemi pas mësafir të në rumdje, prej besimeve të ndryshme, në lutje ndërfetare që është ban, kemi pas edhe prej anës edhe politike, edhe kemi pas të kryeministrin e Shqipënisë, Dr. Sali Berishën, kemi pas gjithashtu ambasadorin Amerikan në Shqipëri, Aleksandr Arvizu, kemi pas edhe deputetin e kryeministrit, të Maqedonisë, Teuta Arifi, e sa tjerë që kemi pas njerëz përveç shkëlqësisë të tij, princit e gjithë tjerë që kanë mësafir, por një kënaqësi e jashtëzakonshme është kanë që mi pa të gjithë së bashku të lutë. Mos harrojmë se na kemi një Zot, pa marrë parasysh se cilit besim i takojmë. Edhe ai i krishterë, ai musliman. Të gjithë i thrasim Zotin Zot. Edhe ai Zot për na ka marrë gjithë punë bashkuam. Edhe kush nuk ka kaluar në përtrojet tona gjatë historisë. Pa kanë Zoti në qiell pra që na ka zgjidhur ne që me kanë qëndrueshëm. Në fundit pra një person shumë i vogël që e banë këtë dëshmi të këtij Zotit të vërtet që popullin shqiptar ka majtë gjatë shekujve të bashkuar, ka qenë Nana Tereze që ka bashkuar pothuajse edhe gjithë botën, e gjithë varfrit e botës, t'i dhanë erë lavd të Zotit pra. E falenderojmë Zotin për këtë ditë madhe që i kujtojmë këto mirësi që Zoti ne na i ka dhënë, po mi gjitha ta kujtojmë, ta falenderojmë atë që na ka marrë gjithmonë bashkuam, e lutim që gjithmonë na marrë bashkuam, e të gëzuam me njëri tjetrin, e ashtu qoftë. Thank you. Mas meshët në qendrën Nana Tereze kemi një tavalinë atë për mysafirët tanë dhe gjithë tjerë që do t'jemi atë të përgëzu me ta një nejë të shkurt për të kënaqshme vllaznore me njëri tjetrin. Kem një lajmë mërtar. Pa pritmas vdiq në moshën 54 vjeçar Nrek Vasel Camaj. Trupit njerit do të pushoj në Ferenga Brothers të Ejten prej orës 2 deri në ora 9, kurse të premte në ora 11 do të barë këtu të kisha, mas meshët do të përcjellë për vërrezët e Gate of Heaven Cemetery. Familjes u shprehin për dhëmtimet tona, Reka pas dritë, Krishti e pas për rinjë zgjallëve, Zoti u dashtë forcë. Të Ejten është festa e Shënkryqit, kanë me kanë 2 mesh në ora 12 dhe në ora 6 të gjysmë mramjes. Të është që hëmën kam për bekimin e meshës. Për para se t'ju jap bekimin, du t'ju jap 2 sqarime. Në radhë parë që dje nuk e kam pasën reverendet dhe veçën e i peshve që më kam vetë në Romë. Më kanë prusë në mramë që kam e bonë. Sa t'jam i peshë, ta ma le veçën, le s'këri vara.
Pastaj keni dëgjuar edhe për disa një lajm që kanë thënë se na i kanë do para kanë humbur, ato janë do para të vjetra që Monsinjor Marku i ka deponuar në një bankë që ka falimentu, tash po mundohemi me nxjerr. Dash do të që të marrmi. Kështu që sa gjë për Jezu. Do të falenderoj sigurisht gjitha priftat që kanë ardhen prej vendeve të ndryshme të trojeve shqiptare, po edhe atë Antonio Pelushin, i cili gjithmonë me një zemër gjanë në i bjen gëzimin e arbreshve në meset tona dhe në bashkësit tona. Faleminderit, Antonio. Donë Franën e Detroitit, ta i njefni këta veçan t'jujt, që në më të mitë. Edhe, unë dëshiroj edhe fratin prej Shqipnije, edhe sekretarën tem të përshëndes, sepse këta janë 2 djemë 3, dhe është zote që të kenë kapuqin më vonë, sepse për tjera gjana që me dëshirua. Po, du të përfundoj me një shprejhje të moqime shqiptare. Të ndurejsa e të kështenit s'maron kur. Po të njëjtën gjë pushka trimit, kur nuk nalët. Po edhe zemra e gjëmertit, kur nuk myllët. Pra lej, one kam gjeta një zemër gjëmerte familitare juaj, dënë Pjetër Popaj, edhe të gjithë jo që jeni këto. Edhe jam i bindën që kjo zemër nuk do të myllët asë një herë, e sidomos nuk në ndyllët deri vitin e ardhshëm, kur ne dëshirojme të inaugurojme edhe të shungurojme katedralën në Tereza në Prishtinë. E unë ju falenderoj për këtë zemër të gjëmert. Jo vetëm juve, që jeni këtu të krishterë, sepse të fundit është detyrim, i dashurisë për kishën dhe për neve, për njërë veçantë dëshiroj të falenderoj ata të cilët janë bashkëdhëtar tonë, të cilët nuk janë të krishterë, por na kanë ndihmuar, sikur musliman, ortodoks, prej vendeve të ndryshme, kështu me radhë. Zoti ju shpërblet gjithëve, e Nana Tereza u lut për juve. Zoti qoftë me ju. Ju bekoft e ju rujt hyjë, që të shtesëm Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Amen. Shkojmë në pace. Falenderojmë hyun. Hajde bromit, ju pacem. Zëdërujt, ju pacem. Amen, zëdërujt. Donit Tereze kado që shkove, orënit mjerë, kini kushtove, shajteshe nome ty botat nero, opi shejtar,
Credo